dhe biznese. Durrësi mbetet në pushtetin e ujit me 300 familje të evakuuara. Në Gjirokastër përrejnë vëshuan në qytet, duke sjell tonelata me gur dhe dhe. Situata tetë problematike në fshatin Vajz në Vlorë. Rreshtit e Shiu dhe Dëbora kanë izoluar edhe disa fshatra në Malsinë e Madhe. Në këtë edicion të nderuar teleshikues, mes të tjerave do të ndiqni. E gjithë Evropa perëndimore po përballet me mot të keq dhe temperatura të ulta. Rreshtit e dendura të Borës dhe ngricat kanë shkaktuar anullim të fluturimeve, bllokim të rrugëve dhe pezullim të shërbimit të trenave në Francë, Britaninë e Madhe, Hollandë dhe Belgjik. Probleme me fluturimet po hasin edhe shumë qytetarë shqiptarë që udhëtojnë në Evropë. Presidenti amerikan konfirmon qëllimet ekspansioniste duke mos përjashtuar opsionin ushtarak për marrjen e Groenlandës. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se ishulli në Arktik është shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Rubio thotë se qëllimi i tyre është ta blejnë Groenlandën nga Danimarka. Shikues, përshëndetje. Situata e përmbytjeve ka qenë shqetësuese gjatë ditëve të fundit në Shqipëri. Ne do të shkojmë në lidhje të drejt për drejt me Elitiona Dokon në Durrës dhe gjithashtu dhe Edi Ruçi në Vlorë. Unë ju përshëndes të dyve, dy qytete të cilat vazhdimisht kanë probleme me përmbytjet, po sidomos dy ditët e fundit ato janë shfaqur dhe më tepër. Së pari unë dua të flas me Elitionën. Elitiona, të përshëndes. Doja të dija se si paraqitet situata në këto momente të mbrëmjes që ne flasim në qytetin e Durrësit. Të përshëndes Suela, në fakt situata vijon të jetë e përkeqësuar dhe rreshtet janë rikthyer. Kjo e agravon le të themi situatën në Durrës dhe në të gjithë zonën ku përmbytjet janë pothuajse prezent prej më shumë se 24 orësh. Unë ndodhem në zonën e Ishknetës, aty ku problematika është më e madhe se sa në të gjithë zonën tjetër të Durrësit, e ku me qindra qytetarë, përveç atyre që kanë pranuar të shkojnë për evakuim, pjesa tjetër janë në ujë dhe vijojnë të jenë në presionin dhe intensitetin e rreshjeve dhe ujit që ka vërshuar në ambientet e brendshme. Deri tani janë rreth 1000 banesa të cilat janë evidentuar me prezencë uji në të gjithë Durrësin, përkatësisht në zonën që unë ndodhem në Ishknet, në Spital, në zonën e plazhit, në zonën e Shkozetit, në Shtulla po ashtu, por situata nën kontroll mbetet në Shijak, ku pavarësisht intensitetit dhe rritjes prurjeve në lumin Erzen, duket se situata atje është ende nën kontroll dhe Erzeni nuk ka dalë ende nga shtrati. Kam një banor në fakt që insiston të flasi dhe që ka disa minuta që qëndron. Pasnjës do doja të aftoja sepse realisht ka situatën e tij që do që ta bëj prezente. Po zotri, çfarë ju shqetëson? Një përshëndetje. Një sekondë, mos e Po, çfarë ju shqetëson? Më thone. Atëherës, ne na shqetëson fakti që këtu ujtis po largohet, është të shku 48 orë dhe ujtis po na largohet nga banesat. Nga rruga, nga gjithë zona e Knetës është në ujë. Edhe nuk po dim se si të veprojmë dhe çfarë të bëjmë me banesat. Nuk po na vjen askush të na thotë, ore për 2 orë, për 3 orë, për 5 orë, ose për 10 orë do rrini kështu, ose për 20 orë do rrini kështu. Dhe ne nuk dim çfarë të bëjmë. A ka mundësi të na vjerë një përgjigje? Për 20 orë mos rrini në Durrës dhe keni tentuar të lidheni me instancat? Kemi tentuar, me ka tentosh. Kush është ai që na vjen të na thotë? Ku tentojmë? Sot mund të kem dalë 20 televizione. Në 20 televizione do jem vetëm unë. Në figurën time që unë kam dalë në 20 televizione. Familjarët e tjerë, antarët e tjerë familjarë. Disa i kam këtu, disa i kam çu diku ke mik, ke i dashur, ke familje tjetër se nuk i mbaj dot. Sepse shtëpia është komplet e përmbytur. Edhe nuk vjen asnjë. Ore nuk e dim për sa orë dhe vazhdojmë. A ka se si të na thonë, ore, për 20 orë mos rrin në shtëpi, për 20 orë do të hiqet ujë. Ose për 1 orë.
Tani jemi të bë 48 orë dhe ujti aktualisht ti je gazetare mund ta filmosh. Krahasuar me ditën parë, ka rënje të intensitetit? Ka rënje, po ç'është të rënje? A njësoj, Karashi dje dhe s'po bie sot. Kështu ngrihet problemi. Karashi dje dhe s'po bie sot. Pra uji vazhdojnë ujti ja prezent. Shikon me çizme. Ja me çizme. Me kominoshe. I pa punë. Po lidhje ka ushqime, nuk ngrihet problemi ushqimit këtu. Këtu ngrihet problemi i përmytjes. Çfarë të bësh me fëmijët? Çfarë të bësh me fjetjen? Nuk ka problem ushqimi. Ushqim ka sa dush. Ka sa dush, shko ke menza aty, a menza gati, hap derën, epi lekët, pse kjo është problemi. Pajisit, gjithë shqetësimet. Ore, e kena thonë disa herë. Ty si prezente gazetare që je këtu. Jam pak shqetësime këto që po themi. Edhe këtë shqetësim du ta çeshti. Qoftë ke kryeministri, apo ke presidenti, apo kush është qeveritare, ke kryetari e bashkisë. Ku është? Ku janë punojësit e bashkisë sot? Bashkia thotë që është e gjitha në terren. Kur? Ke pa ti sot? Ti si gazetare, ke pa inspektor në terren? Ja, po drejtohu mund ty. Unë s'kam pa. Asë nuk ka ardhë kush. Paktën... Për jo pra ato që në zyrë. Ato mund t'jenë, ke zyra së digjon. Këtu, aktualisht, unë jam në nuj, ka ardhë kush. Vjen një inspektor i bashkisë që të më thotë, ore kam qenë unë, s'kam gjetë shtëpi. Ndërkohë që ju keni qenë prezente. Gjithë ditën jam tu morë me ujtin, tu morë divanat, apo karikët, tu i quke koshi. Ja. Ka ndalë gjitha jashtë funksioni. Gjitha jashtë funksioni. Ç'të them tjetër? Tani, ti aktualisht tu, keni përfaqësues nga bashkia, nga qeveria këtu? Nuk ka, ha? Ja unë njëj. Ti si gazetare. Ke? Jo. Atëherë, këtë zon kush e ngre? E ngre ti si gazetare? Pikrisht të kuptoj. Por unë jam mund të kem dalë në 5 televizione, në 10 televizione sot. Edhe nuk e dim. Edhe sa orë të vazhdojmë me ujë. Elitiona, të dëgjuam dhe me vërtet që na vjen shumë keq për problemet e qytetarit, i cili me të drejtë shqetësimi i të gjithë qytetarëve që janë në ujë, që prej ditës së djeshme në fakt është në një zëri e gjithë problematika e tyre dhe sigurisht ne jemi përpjekur të sjellim realitetin atë se çfarë po ndodh në Durrës, por sigurisht kaq kemi në dorë në fund të ditës. Cilat kanë qenë masat që janë propozuar nga shtabi i emergjencave në mbledhjen që u bë sot paradite dhe çfarë është zbatuar deri tani në orën 19 që ne po flasim bashk? Në fakt, Komiteti i Emergjencave Civile, të paktën në mbledhjen e zhvilluar në orën 14 në Bashkinë e Durrësit, ka vënë në pa pikërisht problematikën, ato se çfarë ka çuar në gjithë të situatë, por sigurisht janë evidentuar pikat më të nxehta, janë bërë të ditur statistikat e personave të evakuar, familjeve të prekura, mjeteve që janë në terren, evidenca të kësaj natyre. Pra, përfaqësuesit Komiteti i Emergjencave Civile Kombëtare sigurisht ka qëndrimin e vet në gjithë këtë situatë, sikundër bie ndesh me realitetin, me atë se çfarë banorët thonë. Gjithsesi të shpresojmë që situata të marrë zgjidhje dhe që qytetarët të gjejnë po ashtu zgjidhje që për ta është jetike, le ta themi, në situatën që ndodhen. Po falenderoj shumë Elitiona për këtë lidhje, do të kemi mundësi edhe më vonë të lidhemi së bashku. Ne nga Durrësi do të kalojmë në Vlorë, një tjetër qytet bregdetar, gjithashtu me probleme të mëdha. Gjithmonë sa herë ka rreshë shiu, gjithmonë me përmbytjet e dirut që na pret në Vlorë, Edi të përshëndes si paraqitet situata në qytet, ndërkohë që kemi lexuar vazhdimisht edhe për fshatin Vajzë dhe problemet atje. Ju përshëndes. Situata në qytetin bregdetar të Vlorës për sa i përket, le të themi, territorit të qytetit është e normalizuar. Ka qenë krejt normale për gjatë gjithë kohës për shkak se rreshtet e shiut nuk e kanë kaluar intensitetin mesatar dhe her pas here kanë pasur edhe minuta pushimi, duke bërë që qyteti të marrë frymë apo dhe gjithë ato segmente rrugore të mundet të largohet edhe ujërat e shiut të grumbulluar aty. Ka pasur rreshje të erpashershme, por fatmirësisht nuk kanë sjell problematika. Ajo se çfarë cilësohet të tepër kritike është situata pikërisht në lumin në Vjos, aty ku jo për shkak të Vlorës, jo për shkak të rreshjeve të cilat le të themi kanë prekur qarkun e Vlorës, por për shkak të prurjeve të cilat vijnë
nga Përmeti dhe nga Gjirokastra. Niveli aktual i lumit Vjos është 8.2 metra, që prej mëngjesit të sotëm Vjosa ka dalë nga shtrati, ka përmbytur pazarin e vjetër në urën e Miholit, por rrezikon gjithashtu që të kaloj edhe argjinaturën. Nëse do të kaloj nivelin 8.5 apo 8.6 metra mbi nivelin e detit, atëherë Vjosa do të dalë mbi argjinaturë dhe do të përmbys banesat në fshatrat e parë të njësisë administrative Novosel. Problem është edhe era e Fort Bregdetare, që besoj e ndiqni në këto momente edhe për gjatë lidhjes live, për shkak se era në grupderdhjen e Vjosës në tetin Adriatik krijon një barierë, duke mos lejuar që furia e lumit të derdhet në tet dhe për pasoj ujëra të mblidhen në basenin e Vjosës, duke bërë që të rritet niveli dhe të kaloj edhe pjesën e argjinaturës. Pritshmëritë nuk janë as pak pozitive, për shkak se prurjet nga Tepelena, Memalia i Përmeti apo edhe shteti fshin i Greqisë ku Vjosa buron janë tepër të larta. Duke ju referuar asaj se çfarë ju thatë në fjalën tuaj më parë, është situatë, tjetër situatë mund ta cilësojmë tepër emergjente dhe kritike, është ajo në fshatin Vajzë. Në vendin e quajtur Qafa e Dushkut, midis fshatit të Vajzë dhe Sevasterit, pra njësisë administrative Sevaster, ka rënë një pjesë e rrugës gati 30 cm, pjesës fundore të rrugës për afërsisht 100 metra distancë ka rënë për tokë dhe shkarja e dherave, gurve apo edhe inerteve pjesëve fortifikuese të këtij segmenti rrugor kanë bërë që 2 shtëpi, 2 banesa të dalin jashtë funksionit. Kanë qenë banesa të banuara nga banor të fshatit të Vajzë, të cilat kanë rrezikuar edhe jetën e këtyre të fundit. Fatmirësisht ata persona kanë parë kërcitjet e para të dherave dhe të gurve, kanë dalë nga shtëpitë e tyre, por dëmet materiale në zonë janë vërtet të larta. Kujtojmë që kjo rrugë lidh Vajzën me 7 fshatra të njësisë administrative Sevaster në bashkinë e Selenicës dhe jo të Vlorës, dhe nëse nuk do të merren masa dhe nëse do të kemi të paktën siç parashikohet rreshje të tendura, rrëshitje të tjera të dherave, atëherë një pjesë tjetër e rrugës do të përfundojë për tokë, duke rrezikuar banesa të tjera, por duke izoluar edhe 7 fshatra të cilët lidhjen me Vlorën e kanë të vetmen mundësi këtë rrugë. Edi, unë të falenderoj shumë, e di që ishte një lidhje mjaft e vështirë, pasi aty frynë edhe një erë shumë e fortë, siç është zakonisht në Vlorë dimri, veçanërisht muaj janar dhe shkurt. Faleminderit edhe punë të mbar. Ndahemi nga gazetari Edi Ruçi në Vlorë për të shkuar tashmë në Gjirokastër me gazetarin Rigers Malile. Rigers, të përshëndes, mirë se vjen, dje të lanë një pozicion shumë të vështirë, të bllokuar pikërisht nga ujërat e shumta dhe nga përmbytjet në Gjirokastër. Si është situata sot? Përshëndetje, në fakt Gjirokastra vazhdon të jetë duke përjetuar le të themi përmbytjet më të mëdha të kësaj dekade. Aktualisht unë gjendem në të njëjtin vend ku isha dje, por sot për fat të mirë kam kaluar atë pjesën e rrezikshme që shihet mbas krave të mi dhe uji vazhdon të jetë prezent në rrugë, sot kalohet me shumë vështirësi dhe ka prani të inerteve thuajse në të gjitha rrugët e qytetit, por që gjithsesi ato janë të aksesueshme për sa i përket kalimit të automjeteve të qytetarëve. Aktualisht në momentin që flasim nuk ka problematika të mëdha për shkak të vërshimit të ujrave, ende nuk kemi dalje të përrejnjve sërish nga shtrati dhe shpresa është e madhe që kjo të mos ndodhi sërish edhe natën e sotme, duke qenë se rreshjet vijojnë me intensitet të lartë në Gjirokastër. Në momentet që flasim janë një pjesë e zonave rurale të bashkisë së Gjirokastrës që janë pa energji elektrike, ndërkohë që qyteti furnizohet normalisht në këtë moment. Vijon të mbetet një urdhër për pezullimin e mësimit në shkolla, por që gjithsesi do të shikohet edhe në orët e para të mëngjesit të nesër se si do të vijojë e gjithë situata. Më saktë në Gjirokastër nuk ka patur problematik të madhe për sa i përket bllokimit të rrugëve nacionale, ka patur vetëm një bllokim të përkohshëm në shkallën e zezë në aksin nacional Gjirokastër-Tepelen, aty ku është ndërhyrë dhe tashmë kalohet, por vetëm me një korsi, ndërkohë që në afërsitë të fshatit Lazarat ku ka qenë një bllokim i përkohshëm edhe aty i rrugës nacionale Gjirokastër-Kakavije, sërish është mundësuar kalimi dhe prezenca e ujit vazhdon të jetë, por ka një tërheqje të tij dhe aktualisht rruga është e kalueshme.
Një problematike vërejtur është në një pjesë të sipërme të qytetit në lagjen Sfak, aty ku disa banesa kanë qenë pranë një pjesë të rrëshqitshme, por që është vlerësuar edhe nga specialistët gjeologë të cilët kanë ardhur nga Tirana që rreziku aty ka kaluar dhe nuk pritet që të ketë problematika të shtuara. Problemet më të mëdha janë shfaqur tek bizneset në zonën e poshtme të qytetit të Gjirokastër, aty ku janë disa dyqane që janë përmbytur, ka pasur një prezencë të madhe ujë duke shkaktuar dëme mjaft të mëdha ekonomike, por për fatën mirë nuk kemi patur dëme në njerëz. Situata vazhdon që të mbetet kaotike në qytetin e Gjirokastrës dhe të gjitha forcat tashmë ndodhen në teren, edhe forcat e ushtrisë dhe forcat e policisë apo edhe ato të emergjencave civile, duke u munduar të mbajnë në monitorim situatën në mënyrë që të kemi sa më pak dëme edhe në këtë ditë të dytë të përmbytjeve. Sigurisht, shqetësimi i parë shkon për banorët, për qytetarët, për bizneset, por një shqetësim shumë i madh edhe për zonën e vjetër, historike, atë të trashëgimisë së Gjirokastrës, zonën e pazarit, të gjitha banesat të cilat janë poshtë kështjellës së Gjirokastrës. Unë do doja të dija nëse ka aty dëme të mëdha, sa mund të rrezikohet që të dëmtohet ajo pjesë e bukur e Gjirokastrës, të cilën e duam edhe e çmojmë të gjithë. Për fat të mirë, Suela, Gjirokastra dhe relievi i saj nuk lejon që të preket pjesa historike e qytetit, duke qenë se përrejnët malor vërshojnë nga lart dhe grumbullohen në pjesën fundore të qytetit, aty ku ndodhem aktualisht, dhe pjesa e sipërme nuk është e rrezikuar. Kemi të bëjmë me disa raste sporadike të rrëshqitjes së dherrave në pjesë të sipërme të qytetit, por pa rrezikuar zonën muzeale apo dhe banesa të tjera aty rrotull. Gjithsesi situata mbetet në alert të plot, pasi përrejnët malor nga çasti në çast mund të dalin sërish nga shtrati dhe vërshimi i tyre do të sillte pastaj pasoja katastrofike në pjesën e poshtme të qytetit, e theksoj, pasi pjesa e sipërme për shkak të relievit nuk është e rrezikuar. Unë falenderoj shumë për informacionet që solle, punë të mbarë Rigels, edhe fat në këtë situatë kaq të vështirë të cilën e shohim direkt pas shpinës tënde. Ne ndahemi të nderuar të shikues nga gazetari në Gjirokastër, Rigels Marile, po flasim gjithmonë për këtë situatë të rënduar si pasojë e rreshjeve, edhe në Juglindje vërshimi i ujrave të lumenjve ka shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në banesa e gjithashtu edhe në produkte bujqësore. Situata e rreshjeve të shiut ka përfshirë edhe juglindjen e vendit, ku vërshimi i ujit ka shkaktuar përmbytje të mëdha. Si pasojë e rreshjeve dhe fryrjes së lumenjve në fshatin Shamoll, banorëve u janë dëmtuar banesat dhe ushqimi i dimrit për kafshët. Ata shprehen se kjo është e dyta herë brenda pak kohësh që përballen me një situatë të tillë dhe se problemit që e shkakton këtë situatë nuk i është dhënë zgjidhje. I tëri probleme kemi që në sinorin e bashkisë Maliqit. Është verë një portë e madhe atje që vadit e gjithë fusha poshtu e bashkisë Maliqit. Edhe i kanë berë ca porta të ngushta nga 78 fëngë. Po se është vetëm një portë. Janë radhë kolonë. E shera e dytë që po mbytemi. U mbytëm mos o zot, sirën e pare dhe tashitin, në zurin gjumë. Tashim u përvëluan fëmija. Kush po i qanë orën ditë, mua mu mbytën Zairja, e baktive, qartë të ushtje, mu mbytë të gjia e terë. U mbytëm që në erdi për mbytja. Por e këtë dojmë mos të po një pisin dengje me jonqe, një shtetit kun të lejtë grurë, edhe shpia kompletë. Po tani? Tani vetëm o bori eshte dhe gruri pro i ipi prapë. Situatë mjaft problematike paraqitet edhe në lumenjtë e Pogradecit, të cilët janë fryrë te kapaciteteve duke bllokuar ura dhe duke depërtuar në tokat bujqësore. Në pjesën fundore të lumit të Starovës, rrezikohen me 10 banesa të përmbyten pasi lumi ka dalë në nivelin e rrugës. Shumë problematike paraqitet edhe situata në lumin e Rëmenjit, në brendësi të fshatit ku lumi rrezikon të marrë përpara edhe banesat. Momentalisht kemi situatën me projën e Rëmenjit, ku konkretisht për shkak të bllokimit të një ure nga inertet, ka dalë projë në 2 pika dhe është duke përshkruar pjesën e segmentit rrugor. Rrezikohen banesat? Aktualisht nga informacioni që kemi nuk rrezikohet asnjë banesë. Deme më të mëdha ka 2 lumenjt, po edhe i qytetit ka probleme, të 3 lumenjt kanë probleme, siç ishin edhe në përmbytjen që u bërë në parë, në Rëmenj, në Vërtov,
edhe në lumin e qytetit. Ndërkohë situatë kritike ka patur edhe në hyrje të tunelit në aksin Qukës-Qaflloç, ku si pasojë e rrëshqitjeve të dherave, një automjet me targa greke është dëmtuar, por fatmirësisht drejtuesi i mjetit nuk është lënduar. Reshqit e shiut dhe dëbora kanë izoluar disa fshatra në Malsinë e Madhe, kanë përmbytur zona në Shkodër dhe në Bushat, duke bllokuar familje dhe segmente rrugore, përfshirë edhe qafthorën, ndërsa situata e ngjashme paraqitet edhe në Kukës. Për shkak të motit të keq dhe rrezikut nga rrëshqitjet e dherave, është pezulluar mësimi në disa shkolla. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme edhe në veri të vendit, pasi ka pasur rrëshqitje të dherave dhe banorët të disa fshatrave Malsinë e Madhe prej 5 ditësh janë të izoluar. Me shqetësuese është bëllë, besa se nuk ka kur ka me lëviz populli. Është problemi i madh, të janë dy katune që nuk kanë lidhje asnjëna apo me tjetrën se s'kan ka me komunikuar. Ne na takon shpesh. Se gjithmonë na qartë. Ka 2-3 herë në vjet a prish kjo rrugë. Këtu nuk kene kryetar bashkiet. Kryetar bashkis ka një shkot mesme me 5, edhe kryetar prej Polisterkës. Polisterka është një zhele e Malsisë Madhe që ka bërë votat tona e se ka bajur këtu. Prezencë të ujit në tokat bujësore dhe në oborët e banesave ka edhe në zonën e Obotit në Shkodër, ku në rrugën kryesore kalohet vetëm me mjetet e larta. Banor të bllokuar ka edhe në njësinë administrative Bushat, pasi 15 familje janë të izoluara nga prezenca e ujit. Përveç rreshjeve të shiut, problemi janë shkaktuar edhe nga dëbora, ku ka pasur bllokime të përkohshme të rrugës së Qafthores që lidh Shkodrën me Malsinë e Madhe, si dhe Vermoshin. Situata e ngjashme paraqitet edhe në qarkun Kukës. Rreshtet e shiut vijnë me intensitet të ulët, por rreziku në rrugët kombëtare mbetet prezent për shkak të rrëshqitjeve të dherave. Për shkak të motit të keq, është pezulluar mësimi në shumë shkolla. Edhe pse vendi po përballet me përmbytje dhe disa familje janë evakuuar nga banesat e tyre, kryeministri Edi Rama zgjodhi që të mos flasë për situatën, por të bëj politik me opozitën. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai ironizoi se nuk e kupton se pse nuk po e fajsojnë atë qeverinë apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit për rreshje të mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltezi, Kroaci e të tjerë. Pa thënë asgjë për situatën, Rama në mënyrë indirekte i flet opozitës duke u shprehur se aleanca me shiu nuk të çon në fitore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në zonat e përmbytura, duke fajsuar qeverinë për keq menaxhimin, korrupsionin dhe mos funksionim të hidrovoreve, veçanërisht në Durrës, ku sipas tij janë shpërdoruar miliona euro e investime. Ai akuzoi gjithashtu kryeministrin Rama për skandalin e Akshit dhe vjedhjet e të dhënave, ndërsa ftoi opozitën të bashkohet në një tryezë për të vendosur datën e protestës së radhës kombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjitha zonat e përmbytura nga rreshtet e shiut. Partia Demokratike kërkon menjëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe të tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara. Berisha thotë se qeveria ka përgjegjësi për situatën ku ndodhet vendi, duke akuzuar për keq menaxhim. Para gazetarëve, lideri opozitar deklaroi se investimet për hidrovore janë bërë pas studim, ndaj dhe Durrësi prej më shumë se 24 orësh ndodhet në ujë. Dhe shkaqet e për masave të kësaj përmbytje janë absolutisht vjedhja dhe vetëm vjedhja e fondeve. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit 42 milion euro. Korrupsioni ka bërë që hidrovori Porto Romanos kolektorin taket në kotën mbi 70 cm.
Gjatë komunikimit me gazetarët, lideri demokrat ju rikthye akuzave ndaj Ramës për dosjen e Akshit. Berisha e quajti kryeministrin si kryemafioz dhe akuzon se në bashkëpunim me Ergyll Sagasin ka vjedhur të dhënat e shqiptarëve për t'u serviruar vendeve jo mike të Shqipërisë. Është kryemafiozi që ka vjedhur të dhënat personale të shqiptarëve, që ka vënë në përgjim telefona, kompjuter të gjitha ambasadave në Shqipëri dhe përfaqësuesve të huaj, që ka eksportuar tek armiqtë të NATO-s të dhëna të NATO-s që janë besuar Shqipërisë. Situata në të cilën ndodhet vendi kërkon reagim, tha Berisha, ndaj ftoi sërish të gjitha forcat opozitare që të bashkohen në tryezën e organizuar prej tij ditën e premte, ku do të vendoset edhe data e protestës së radhës kombëtare. Sipas urbanistëve, Durrësi përmbytet për shkak të ndërhyrjeve në kanalet kulluese që dikur kanë patur rrjedhje natyrore, teksa sot të gjitha shkarkimet bëhen në hidrovor, duke krijuar edhe mbi ngarkesa nga prurjet. Prej ditësh qyteti i Durrësit, por edhe qytetet e tjera të Shqipërisë po kalon një situatë mjaft të vështirë nga përmbytjet. Lagjet e tëra janë në ujë, teksa ekipet e emergjencës janë në përpjekje të zhbllokimit të kanaleve kulluese. Pikërisht këta të fundit shihen si shkak se përse Durrësi po përmbytet vitet e fundit. Qyteti i Durrësit është përmbytur si pasojë e bllokimit të infrastrukturës kulluese. Në vitin 2022 Bashkia Durrës 23 që se nuk ka bëhem, do të bëjë një devijim rrjedhje të kanalit nga kanali sipërmi Kodrës për ta bashkuar me hidrovorin. Kjo gjë ka çuar që hidrovori të mbi ngopet në vollumin e ujit, të shkojnë ndonjëherë edhe mbi nivelin e detit vet. Depurifikatori i ujrave të zeza ndodhet shumë afër hidrovorit. Jo vetëm që ndodhet afër hidrovorit, por edhe shkarkon ujrat e zeza në kanalin e hidrovorit. Pra, ujrat e kullimit të shiut përzihen me ujrat e zeza të qytetit. Pra, infrastruktura kulluese, jo vetëm që nuk është mirë mbajtur, por mbi të gjitha është mbi ngarkuar, mbi të gjitha kanali zgjatues që kalon nga kanali i Kodrës tek hidrovori, pra ky kanali i betoni, është kanal që futet brenda banesave, brenda oborreve, brenda gabinave elektrike dhe nuk ka asnjë siguri për banorët. Sipas ekspertit, qeverisja vendore e Durrësit ka bërë edhe një tjetër gabim sa i përket urbanistikës së qytetit duke ndërtuar mbi infrastrukturën kulluese të ujrave. Vitin 2020 nga pandemia, Bashkia Durrës ka alokuar lagjen e hidrovorit dhe lagjen e kolektorit të pastrimit të ujrave zeza dhe purifikatorit e ka përcaktuar si një zonë e rindërtimi. Nëse ne shohim pallatet e rindërtuara sot në qytetin e Durrësit, në hyrje të autostradës të krahun e djathtë nëse hym, do kuptojmë që të gjitha ndërtimet e reja të bëra për të alokuar banorët nga tërmeti janë ndërtuar mbi hidrovor, mbi kolektor, mbi depurifikator. Eksperti propozon që kanalet kulluese të rikthehen në rrjedhën e tyre natyrore dhe të bëhet ndarja e shkarkimit të ujrave në mënyrë që uji të mos vërshojë vetëm në një port dalëse. Moti i keq vazhdon të mbajtë mbërthyer Evropën perëndimore, rreshtet e dendura të Borrës edhe ngrica kanë shkaktuar anullim të fluturimeve, bllokim të rrugëve dhe pezullim të shërbimit të trenave në Francë, në Britaninë e Madhe, Hollandë dhe Belgjik. 6 persona kanë humbur jetën në aksidentet e lidhura me motin e keq, shumica e të cilëve në Francë. Europa perëndimore vjon të jetë mbërthyer nga moti i keq me rreshje bore, ngrice dhe stuin e parë të vitit që preku brigjet e Atlantikut. Fluturime dhe shërbimet të trenave u pezulluan dhe po ashtu disa rrugë u bllokuan, teksa stuia Goretti avancoi përmes rajonit. Rreshje të dendura bore u regjistruan në rajonin e Parisit edhe këtë të mërkurë, ndërsa Britania e Madhe pritet të preket më së shumti gjatë sejntes dhe të premtes. Agjencia Meteorologjike Meteo France paralajmëroi për rreshje të dendura dëbore për gjatë gjysmës veriore të vendit të mërkurën, ndërsa zyra e shërbimit meteorologjik në Britani tha se ngrica do të vazhdonin të ishin problem në Skoci. Shërbimet e autobusëve në Paris u pezulluan, teksa dyqanet bëheshin gati për ditën e parë të uljeve të vitit të ri. Rreshjet më të dendura se zakonisht të Borrës kanë shkaktuar kaos në qarkullim këtë javë. Autoriteti i aviacionit civil në Francë u kërkoi kompanive ajrore të reduktojnë 40% të fluturimeve,
drejt aeroportit kryesor të Charles de Gaulle dhe 25% drejt aeroportit të Orly. Gjithashtu, kompania ajrore holandeze KLM anuloi 600 fluturime të planifikuara për të mërkurën në aeroportin e Amsterdamit Schiphol në ditën e 6 të radhazit të problematikave në një prej aeroporteve më të frekuentuara të Europës. KLM ka paralajmëruar se lëndët e shkrirjes së akujve janë drejt mbarimit dhe se vonesat në furnizime e kanë bërë të vështirë zëvendësimin e stoqeve. Edhe në Bruksel u anuluan disa fluturime dhe ngrica në pistë dhe krahët e avionëve shkaktoi vonesa. Autoritetet në Holand u kanë kërkuar qytetarëve të planifikojnë punë nga shtëpia nëse do të jetë mundur. Gjykata e Tiranës dënoi me 25 vite burg 64 vjeçarin Yusuf Hasa. Ai u shpall fajtor për vrasjen e fëmijët të tij 81 vjeçar Xhemal Meta, ndodhur në janar të vitit 2025 në qafmoll të Tiranës. Presidenti amerikan konfirmon qëllimet ekspansioniste duke mos përjashtuar opsionin ushtarak për marrjen e Groenlandës. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se ishulli në Arktik është shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Rubio thotë se qëllimi i tyre është ta blejnë Groenlandën nga Danimarka.
Të nderuar televizionistë, jemi rikthyer me edicionin qendror këtu në A2 CNN. Gjykata e Tiranës dënoi me 25 vite burg 64 vjeçarin Nisuf Hasa. Ai u shpall fajtor për vrasjen e fëmijët të tij 81 vjeçar Xhemal Meta, ndodhur në janar të vitit 2025 në Qafmoll të Tiranës. Sipas prokurorisë, Hasa vrau fëmijën për t'i vjedhur ju shumë parash. Gjykata e Tiranës i dha fund debatit gjyqësor ndaj një 64 vjeçari të akuzuar për vrasjen e fëmijët 81 vjeç, duke e goditur me çekiç pas koke. I pandehuri në këtë proces, Isuf Hasa u shpall fajtor për vjedhje me pasojë vdekjen dhe u dënua me 25 vite burg. Viktimë e krimit të ndodhur janarin e vitit 2025 në Qafmoll të Tiranës, mbeti i moshuari Xhemal Meta, me të cilin i pandehuri kishte marrëdhënie fëmijësie prej vitit 2003. Hetimi i prokurorisë së Tiranës zbuloi se vrasja e moshuarit ka pasur si motiv vjedhjen e parave të viktimës për të paguar një mikrokredi, çka diktoi edhe rikualifikimin e akuzës ndaj të pandehurit Hasa nga vrasje me dashje në vjedhje me pasojë vdekjen. Referuar dosjes hetimore, ditën e ngjarjes teksa ishte nisur për të shkuar tek vajzat e tij që jetonin në Tiranë dhe Vorë, Isuf Hasa ka ndalur për kafen e mëngjesit tek banesa e fëmijët 81 vjeçar. Në oborra i ka gjetur një çekiç të cilin e ka fshehur në xhup, pasi kanë pirë bashkë kafen për 15 minuta, me to ai goditi të zotin e shtëpisë kur po e përcillte nga banesa, duke e lënë të vdekur në vend. Pasi ka marrë portofolin e viktimës, Hasa ka shkuar tek kafja e fshatit, ku ka pirë një kafe dhe dopjo raki para se të merrte furgonin për rrugë. Sipas hetimit, në të njëjtën ditë, 64 vjeçari ka takuar vajzat e tij dhe ju ka lënë shumë parash, 68.000 lek tek njëra dhe gati 120.000 lek tek tjetra, duke porositur njërën për pagesat e kësteve të një mikrokredie. Gjatë hetimit, Hasa pretendoi se kishte një mlef të akumuluar ndaj 81 vjeçarit, pasi në vimësi ai i kishte thënë se nuk ishte burr, pasi ikte nga shtëpia për 4 ditë dhe nuk dinte ç'bënte gruaja e tij. Presidenti Amerikan konfirmon qëllimet ekspansioniste duke mos përjashtuar opsionin ushtarak për marrjen e Groenlandës. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se ishulli në Arktik është shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Rubio thotë se qëllimi i tyre është ta blejnë Groenlandën nga Danimarka. Shtetet e Bashkuara konfirmojnë pretendimet ekspansioniste lidhur me Groenlandën. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Donald Trump po diskuton një seri opsionesh për të përvetësuar ishullin, përfshirë përdorimin e ushtrisë. Presidenti amerikan e sheh Groenlandën si prioritet të sigurisë kombëtare, të nevojshëm për të parandaluar kundërshtarët në rajonin e Arktikut, thuhet në deklaratë. Presidenti dhe ekipi i tij po diskutojnë një sër opsionesh për të ndjekur këtë qëllim të rëndësishëm të politikës së jashtme dhe sigurisht përdorimi i ushtrisë amerikane është gjithmonë një opsion në dispozicion të komandantit të përgjithshëm. Ndërkohë, Wall Street Journal zbulon se sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u ka thënë ligjvënësve se kërcënimet e fundit të administratës kundër Groenlandës nuk tregojnë një pushtim imediat dhe se objektivi është blerja e ishullit nga Danimarka. Siç mësohet, takimi mes tij dhe funksionarëve të lartë të administratës është bërë në një mbledhje me dyert të mbyllura e fokusuar tek operacioni për kapjen e presidentit venezuelian Maduro. Zhvillimet vijnë disa orë pasi liderët europian publikuan një deklaratë të përbashkët në mbështetje të Danimarkës, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ambicjet e Trumpit për ishullin arktik. Groenlanda i përket vetëm njerëzve të vet, sa një zëri krerët e Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës dhe Danimarkës. Ata theksuan se siguria në Arktik duhet të garantohet në mënyrë të përbashkët nga aleatët e NATO-s. Trump përsëriti gjatë fundjavës se SBA kishte nevojë për Groenlandën për arsye sigurie, duke shtyrë kryeministren daneze Mette Frederiksen të paralajmëronte se çdo sulm nga SBA do të shënonte fundin e NATO-s. Një përplasje rrezikshme është shmangur në ujërat e Atlantikut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Kjo pasi Washingtoni ka ndaluar një cistern nafte me flamur rus në Atlantikun e Veriut. Sipas një raporti, forcat amerikane janë tashmë në bordin e anijes. Thuhet se marinera i është shmangur një inspektim i të rojës begdetare amerikane dhe transportonte naftë për në Venezuelë, që është nën sanksione të repta. Bota ishte në prag të një përplasje të rëndë mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në ujërat e Atlantikut. Kjo pasi Washingtoni sekuestroi një anije cistern me flamurin rus
e cila shoqëroi gjithashtu nga një ndërtesë ruse. Amerikanët e kishin ndjekur anien ruse për më shumë se 2 javësh përtej Atlantikut, si pjesë e një bllokade amerikane e eksporteve të naftës venezuelane, thanë 2 zyrtarë amerikan për Reuters. Kjo duket të jetë hera e parë në kujtesën e fundit që ushtria amerikane ka sekuestruar një anije me flamë rus. Operacioni u zhvillua pasi anija Cistern, e njohur fillimisht si Bell 1, kaloi nëpër një bllokadë detare amerikane të anijeve Cistern të sanksionuar në Karaibe dhe kundërshtoi përpjekjet e rojës mbretërore të SBA-s për të hipur në të. Përpjekja e sekuestrimit u raportua për të parë nga Reuters. Në një postim në X, Komanda Europiane e Ushtrisë Amerikane tha se administrata Trump e kishte sekuestruar anijen për shkelje të sanksioneve të SBA-s. Bllokada e naftës së sanksionuar dhe të paligjshme venezuelane mbetet në efekt plot kudo në botë, tha sekretari i mbrojtjes së SBA-s Pete Hegseth në përgjigje të atij postimi. Zyrtarët amerikanë, të cilët folën në kushte anonimiteti, thanë se operacioni i Smërkurës pranë Islandës po kryhej nga roja mbretërore dhe ushtria amerikane. Zyrtarët thanë se anija ushtarake ruse ishte në afërsi të përgjithshme të operacionit për fshinjen e ndërtesë ruse. Nuk ishte i qartë se sa afër ishin anijet me operacionin, por nuk kishte indikacione për një konfrontim midis forcave ushtarake amerikane dhe ruse. Nuk pati asnjë koment të mirëshëm nga Moska. Megjithatë, media shtetërore ruse publikoi një imazh e helikopterit që qëndron në pezull pranë anijes. Sekuestrimi ndodhi vetëm disa ditë pasi forcat speciale amerikane hyrën në Caracas para agimit të së shtunës në një bastisje vdekjeprurse për të kapur presidentin Nicolas Maduro dhe për ta çuar atë në Shtetet e Bashkuara. Roja mbretërore amerikane u përpoq për herë të parë të ndalonte anijen muajin e kaluar, por ajo refuzoi të hipte në anije. Që atëherë ajo është regjistruar në flamin rus dhe është riemëruar Marinera. Anija është cisterna e fundit të shënjestruar nga roja mbretërore amerikane që nga fillimi i fushatës së presionit të presidentit SBA-s kundër Venezuelës. Nga ana tjetër, roja mbretërore amerikane ka ndaluar gjithashtu një tjetër cistern të lidhur me Venezuelën në ujërat e Amerikës Latine, ndërsa SBA-t vazhdojnë të zbatojnë bllokadën e tyre ndaj anijeve të sanksionuara nga Venezuela. Burimet thanë për Reuters se anija ishte super cisterna me flamur të Panamas, Sofia, e cila është akoma nën sanksiona. Donald Trump ka pohuar përsëri se ka kërcënuar presidentin francez Emmanuel Macron me çmime më të larta të barnave. Ky pretendim nuk është i ri dhe është hedhur poshtë si i rem nga Pallati Elize. Në fjalën e tij përpara anëtarëve republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, Trump tha se do të vendoste tarifa të larta për eksportet franceze. Në një fjalim para anëtarëve republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, presidenti i SBA-s Donald Trump përshkroi një telefonat të supozuar me presidentin francez Emmanuel Macron. Ai pretendoi se Macron kërkoi që Franca të rriste çmimet e barnave, por ndryshe do të vendoseshin tarifa të larta për eksportet franceze në SBA. Trump e tall homologun e tij francez. Megjithatë, përpara se të imitonte një Macron ankus, ai pranoi se më pëlqen theksi francez. Telefonata e riprodhuar nga Trump filloi me një urdhër të fuqishëm nga presidenti amerikan. Emmanuel said to me, Emanuel, nëse nuk ke rënë dakord për gjithçka që duam deri të hënën, unë do të vendos tarifa prej 25% për gjithçka që vjen nga Franca. Përfshir verën, shampanjën tënde e kështu me radhë. Jo, nuk mund ta bësh këtë. Unë thash mundem dhe do ta bëj. don't tell the population, please Donald. Sfondi për të lojë të shkurtër të një personi janë çmimet jashtëzakonisht të larta të banave në SBA krahasuar me vende të tjera. Sipas korporatës Rand, amerikanët paguajnë mesatarisht rreth 2 herë gjysmë më shumë për banat me recet se sa francezët. Trump kishte njoftuar qëllimin e tij për ta zvogëluar këtë diferencë nëse është e nevojshme me tarifa masive importi për banat pa patent, nëse kompanitë farmaceutike nuk do të fillonin prodhimin e tyre në SBA. Megjithatë, një ulje të çmimeve në Shtetet e Bashkuara mund të çonte në rritje të kostove në vende të tjera. Trump deklaroi se banat do të bëheshin dukshëm të shtrenjta jashtë SBA-s, ndërsa çmimet në Shtetet e Bashkuara duhet të binin ndjeshëm. Ushtria siriane ka sulmuar me artilleri 2 lagje të kontrolluara nga kurdët në Alepo. Kjo vjen pas luftimeve në qytet që lanë disa të vdekur. Shkollat dhe zyrat qeveritare janë të mbyllura, ndërkohë raportohet për qindra banor të larguar nga vendi. Pas përleshjeve me luftëtarët kurd, ushtria siriane bombardoi lagjet kurde në qytetin e madh të Alepos me artilleri. Ushtria më parë kishte shpallur 2 distrikte të kontrolluara nga kurdët, Sheikh Maksud dhe Ashrafia, zona të përjashtuara ushtarake, dhe u kishte urdhëruar civilëve të largoheshin nga zona deri në orën 13 sipas kohës qendrore. Sipas mediave ndërkombëtare, shumë njerëz, përfshi familje dhe fëmijë, janë larguar. Që nga përmbytja sulmtarit Bashar al-Assad në dhjetor 2024, qyteti verior sirian i Alepos është kontrolluar nga qeveria kalimtare islamiste. Vetëm distriktet Sheikh Maksud dhe Ashrafia mbeten në kontrollin e njësive kurde, të cilat kanë lidhje me forcat demokratike siriane, kryesisht kurde dhe milicit të tjera kurde. Të hënën dhe të martën,
Shpërthyen luftime në Alepo midis trupave të qeverisë kalimtare dhe luftëtarëve kurd. Mediat shtetërore siriane raportuan për 9 vdekur. Përleshjet sporadike vazhduan të mërkurën. Shkollat, universitetet, zyrat qeveritare dhe aeroporti i qytetit, të dytë më të madh të Sirisë, mbetën të mbyllura. Përleshjet janë të fundit që shpërthejnë Alepo, ndërsa zyrtarët përpiqen të çojnë përpara një marrëveshje për të adresuar përçarjen më të thellë të Sirisë, duke bashkuar Forcat Demokratike Siriane të mbështetur nga SHBA me qeverinë qendrore. Forcat Demokratike e Sirisë nguron të heqë dorë nga autonomia që fitoi gjatë 14 viteve luftë, e cila la ato me kontrollin e burgjeve të Shtetit Islamik dhe burimeve të naftës në një vend që mbetet i brisht, pak më shumë se një vit pas rrëzimit të Asadit. Mos integrimi i forcave demokratike siriane në ushtrinë e Sirisë rrezikon dhunë të mëtejshme dhe potencialisht mund të tërheqë Turqinë, e cila ka kërcënuar me një inkursion kundër luftëtarëve kurd që konsiderohen si terroristë. Mirëmbrëma të nderuar shikuesa.